Ja pra ku do të ecim, në qytetin e Gurt, në qytetin turistik, qytet me mbrojtjen nga UNESCO, tonë, ku të ngatrohen kamp, ku mbeturinat kanë pushtuar gjithë projt. Dhe kjo është ajo çfarë bashkia lejon edhe i ka shtinë si duket edhe me fadro. Bashkia, me numrin e vizitorëve që ka këto vite, Gjirokastra duhet ishte mbledh taks mjaftueshëm, por edhe taksa e fjetjes është një taks qesharake, e cilën e dijenin time paguhet vetëm nga hotelet dhe jo nga bujtinat. Duhet një taks prej 3 eurosh të jetë ose 2 eurosh për çdo vizitor që i flen në Gjirokastër, në mënyrë që mos hasemi me këto pamje të shëmtuara. Dhe kjo pjesë e një produkti për ecje e ndërthuar mes ecjes malore dhe qytetit, e kulturën e trashëgimin, por si do ecësh mes mbeturinave? Do të rënditen.